ne shpesh dëgjojmë një ankesë, pra ta nisim nga kultura jonë, kultura e popullit shqiptar, të përgjithshme nga ana grave që thot burri nuk ndryshon. Sepse momenti që themi ka disa studime, ose mund thotë dhe burrive, po kështu jam unë, nuk ndryshoj. Po, pikërisht. Pra, emisioni tjetër do flasim edhe për gratë, që mos jemi një anshëm. Po, ja dua të them nganjëherë që burrat për shembull kur përballen me atë që faktikisht çfarë kërkohet për tyre si të jenë në raportet bashkëtorë, po unë ky jam nuk ndryshoj dot. Nuk ndryshoj dot, pikërisht. Pra, mund të jetë nga gratë shprehja që ky burrim nuk ndryshon, po mund të jetë nga vetë burrat që vëlla unë kështu jam tani nuk ndryshoj dot. Qartë. Nuk ndryshojmë pse u martova, po duhet më ndryshu vëlla dhe duhet më ndryshu sepse je martuar. Deri dje ke pas jetë më ndryshe, ke pas obligime më ndryshe, ke pas detyrime më ndryshe, ke pas le të themi një mënyrë se si silleshe komplet gjë tjetër, ndërsa sot ke hyrë në një ortakëri e cila fillon këtu edhe vazhdon edhe në xhenet. E si pasojë çdo ortakëri ka ato ndarjet e veta të përqindjes, kapitalit edhe të fitimit, edhe të përgjegjësive, njëkohësisht, edhe të kostove kështu me radhë. Por se shoqëria nuk funksionon, ortakëria, shoqëria aksionere nuk funksionon vetëm me letra dhe me rregulla dhe me ligje, por funksionon edhe me pjesën e karakterit dhe të moralit.